Prisi, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në një nga fasoneritë më të mëdha të Fierit në Portës, më sa. Sa punojnë skat? Tani për momentalisht jemi 200 punojës. Si fillim kemi hapur me 40 persona në 3 maj 2020. Jemi duke u rritur, pak nga pak. Punojmë me kompani të ndryshme në Gjermani dhe në Çeki. Jemi goxha mirë për momentin. Shikoj që jeni duke prodhuar në këtë momente rroba ushtarake apo jo? Po, për çeke. Dhe Astridi më tha që janë për ushtrinë çeke? Po. Dhe nga ana tjetër shikoj që këto janë rrobat komplikuara, pra nuk janë thjesht mallra serie, pra rroba serie, por janë rroba të cilat kërkojnë një farë specializimi, si për shkak të detajeve dhe gjithçka tjetër. Po, këto janë për në Gjermani punojnë me GSG. Si funksionon zakonisht? Sa turne funksionon? Një turn apo jo? Po, një turn funksionon nga ora 7 deri në orën 3:30. Ora 7 deri në orën 3:30 dhe janë 5 ditë javë sipas kodit të punës? Po. Okej. Edhe në ndërkohë thatë që keni rreth 230 punojës, por parashikoni që të merrni edhe të tjerë, pasi është e nevojshme? Po. Që të vazhdojmë tepër se kemi edhe 2 klientë të rinj që i presim të na vijnë, kështu që duam të shtohemi. Neve kemi edhe në Berat që punojnë. Pra keni edhe një fasoneri tjetër në Berat. Kjo është hapur, Astridi po më shpjegonte para pak që është hapur në fillim të vitit 2020. 2020, po kur ka qenë pandemia. Do me thënë pas pandemisë. Po. E guximshme ka qenë në ato momente vendimarrja për të hapur një fasoneri. Po, ishte dhe goxha e vështirë. Dhe ka një thirrje. Këto janë të tjera apo jo? Pra po. Këto janë të Bytnerit. Edhe kjo për kompani gjermane është. Është e lehtë të gjesh punonjës në këtë kohë? Sepse 230 punonjës nuk janë pak. Po, nuk janë pak, po që është pak e vështirë, por neve zakonisht marrim dhe punonjës që kanë eksperiencë dhe ato që s'kanë eksperiencë. I marrim dhe mësojmë edhe vetë. Se za trajnimi një punonjëse? Ka persona që i kapin 10 ditë, ka që duan 2 javë, për që janë marrin dorën, se i ri përgjegjësja në kohë. Përshëndetje, si jeni? Ja marrin dorën. Përshëndetje, si jeni? Edhe për pjesën e trajnimit, janë me pagesë sipas rregullave, siguracione direkt. Kryesisht nga cilat zona vijnë zonjat? Roskoveci ka shumë, ka Patosi, ka dhe nga Fieri. Procesi prerjes, përshëndetje. Si ja qonti? Mirë, faleminderit. Zonja na bën dhe kampionet, është vajza që bën kampionet e para. Sa vite ke që punon? Gati 11 vite. Në fushën fasonerisë, ku nga 2020, nga fillimi? Nga fillimi. Shikoj që jeni shumë zonja këtu që punoni. Nga cila zonë jeti? Je nga Porta, nga Porta kishte 30 vajza? Po. Dhe gra? Shumë faleminderit, mund të mbarë. Gjithashtu. Përshëndetje, si ja? Ja qënti? Neve shkojmë deri në Kurjan. Qartë, do me thonë... Kemi dhe nga Ballç, se aroma ta thosha. Shumë nga një shtrirë, do me thonë... Kemi 22 persona nga Ballç. Po. Më bëhet qefi shumë për vizitën sot, kënaqësi. Kënaqësi dhe për ne. Për të drejtën, për të parë që ka njësi që funksionojnë fuqishëm në zonë, 230 gra nuk janë pak dhe unë shikoj që ju i keni jo me punë, po të mbigarkuara madje dhe në përkim të vajzave dhe grave tjera nga zona. Fieri është një nga qarqet më aktive për sa i përket nuklave ekonomike të linjave të prodhimit. Ju këtu keni dhe Jura, që është një nga njësitë më të mëdha të prodhimit, edhe me të vërtetë është kënaqësi kur i shikojnë që janë plot ndërmarrje dhe vazhdojnë që të ketë nevojë për krahun e punës. Dhe nga ana tjetër, me këtë vështirësinë që u përballën fasonerit për shkak të kursit të këmbimit, si ka funksionuar? Do me thënë, kompanit u goditën pak, por që neve si staf, si punonjës, nuk është se ndjem shumë të pjesën, me thënë drejtën. Pra pagat e gjithçka tjetër shndruan ashtu si ishin. Është, le të themi, sipërmarrësi ai që e ndjen të problematik, por që e ka kapërcyer. Neve punonjësit ja. E ka kapërcyer pa problem. Kjo është pjesa e kontrollit final. Si jeni? Si ja çoni ju?
Mirë, si ja kaloni? Sa kohë keni që punoni këtu? Kam 1 vit. Ke 1 vit, po më përpara? Po, më përpara kam vetë shtëpiake. Vetë vërtet? Ka mësuar tek ne. Okej. Mësova këtu, Çfarë shumë. çfarë procesi është ky? Kontrolli final që vetëm paketë. Okej. Të sakta, Ato që mund të kenë që nevojë kalojnë dhe në që linjë. kanë defekte. Si është kjo vendimarrja që të nisësh punën, të lësh shtëpinë mbas shumë kohësh edhe të bëhesh pjesë e një kolektivi? është shumë mirë. Këtë gjë që bëra tani do ta kisha bërë më përpara. Por rëndësi ka që më shikoj që dhe ambienti është ambient me kushte të mira, apo jo? Po. Jemi Shkëlqyra. Më bëhet qefi shumë. Jemi shumë. Mirupafshim, gjithë mira. Brisi, ishte shumë kënaqësi. Dhe për mua. Ato pak zonja që unë takova dhe shkëputa nga proceset e punës, dukeshin të kënaqshme, me eksperienca Ata të mundohen. ndryshme, disa me eksperiencë të gjatë, mbi 11 vite, zonja që ishte vendosur më në fund të lindte shtëpinë dhe të fillonte të ishte pjesë e një kolektivi dhe të kishte edhe ajo të ardhurat e veta mujore, por edhe kushtet me të vërtetë janë kushte të mira dhe siç the juve nuk ju ka penguar dhe s'ka ndodhur asgjë Jo, që do t'ju ndikonte për sa i përket gjithë problemeve që pasionarit janë përballur, por punonësit nuk e kanë ndier këtë dhe i është dashur sigurisht sipërmarrësit që ta zgjidhni situatën. Shumë faleminderit që më Shumë kushtove faleminderit kohë sot, juve. ishte kënaqësi dhe Qarku i Fierit vazhdon dhe mbetet një nga nukleat ekonomike më të suksesshme të Republikës së Shqipërisë, jo vetëm për çka prodhon, por edhe për shkak të angazhimit të njerëzve të punëtorë të këtij qarku. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.